Kryetari i Partisë Demokratike kërkoi sot gjatë konferencës për shtyp rikualifikim të veprës penale për Ramën, Ballukun dhe bashkëpunëtorët e tyre, duke i konsideruar ata organizatë kriminale. Berisha tha se shqiptarëve u janë vjedhur qindra miliona euro dhe kjo është bazë mjaftueshme për klasifikimin e qeverisë Rama si organizatë kriminale. Sali Berisha tha të mërkurën gjatë takimit me gazetarët se moti dhe korrupsioni kanë pasur efekte shkatrimtare mbi pronat e mira shqiptarëve. Dëmet janë kolosale në infrastrukturë, mira kokë bakti, qindra hektar sera. Partia Demokratike po ndërmerr nisma për një mbështetje urgjente për shndëmtim të plotë të gjitha pasojave, theksoi Berisha. Lideri i opozitës u ndale dhe te pamjet e rrugës të fundosur të sapo inauguruar Çukës Qafploç dhe disa të tjerave nga jugu në veri. Ish kryeministri ka krahasuar rrugët e Ramës me ato të ndërtuara gjatë qeverisjes së tij. Skarpatat nuk kanë lëvizur, ndonse janë ndërtuar me një çmim nga 6 deri në 10 herë më të lirë se këto që u shëmbën, theksoi Berisha. Kryetari i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi takoi të mërkurën ambasadorin e Gjermanisë në Tiranë, zotin Karl Bergner. Bardhi parashtroi se Shqipëria ka nevojë të ketë një qeveri që del nga zgjedhjet të lira e të ndershme dhe se Partia Demokratike mbështet fuqishëm procesin e integrimit evropian. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka paraqitur një notë verbal delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë, duke vënë në dieni dhe Komisionin dhe Parlamentin Evropian për deklaratat e komisionerës Kos për zgjedhjet e 11 majit, të cilat i quajti të lira dhe të ndershme. Ky vlerësim është i papërputhshëm me gjetjet e Odir dhe rrezikon të ndikojë besimin e qytetarëve shqiptar tek institucionet e Bashkimit Evropian, thuhet në letër.